Temperaturat e ulta kanë rikthyer gjatë orëve të natës rreshtet e Doborës në një pjesë të madhe të vendit, veçanërisht në zonat malore, përfshi edhe qarkun e Vlorës. Në Llogora, rreshtet intensive kanë vështirësuar qarkullimin dhe është rekomanduar që drejtuesit e mjeteve të përdorin zinxhirët ose tunelin si alternativë. Në ndihmë të situatës drejt zonës, qysh në orët e para të mëngjesit, u nis edhe një patrull policie për të monitoruar dhe garantuar sigurinë rrugore dhe qarkullimin në këtë aks. Rreshtet e Doborës gjatë natës ishin me intensitet të lartë në Llogora, ndërsa pamjet që janë siguruar nga televizioni 6+1 Vlora sjellin pikërisht situatën aktuale. Për shkak të kushteve të përkeqësuara, një pjesë e mjeteve kanë kaluar nga tuneli, ndërkohë ata që zgjedhin të kalojnë Llogoran duhet patjetër të jenë të pajisur me zinxhir. Autoritetet bëjnë apel për kujdes maksimal dhe respektim të udhëzimeve, ndërsa situata po ndiqet në vimësi. Po ashtu Dobora ka zbardhur edhe qarkun e Gjirokastrës, ka patur disa problematika, sidomos në fshatrat e izoluar, si Pogon, Zagorie deri në Libohov. Banorët konfirmohet se janë të bllokuar në shtëpi, edhe qafa e Skërficës, një nga pikat më të rëndësishme të qarkullimit, është bllokuar, duke krijuar kaos në qarkullim dhe rrezik për drejtuesit e automjeteve.